Humbja e Shirokës me ekipin Football Eagle për javën e 12 është shoqëruar me një pesimizëm në kampin e kësaj skuadre, pasi pozicionimi në vendin e tretë vështirëson kalimin në kategorinë e dytë. Një gjë të tillë thekson edhe kapiteni Olton Drabeja në prononcimin e dhënë për mediat. Faktikisht një ndeshje e rëndësishme për ne, u lutë kampionati këtë ndeshje, na ta them me plot gojë na dështume. Kena hub pothuajse 99.9% shpresave të kampionatit. Kështu që na do të respektojmë kampionatin, do të vazhdojmë stërvitëna, kena çuna të rinj në ekip. Duke folur edhe me presidencën, tham se do të rrim boshtin edhe do të mendojmë për vitin tjetër. Se mendosha kur këtë dështim të po edhe organike në ekipit, që ishte një ekip me plot shpresë, do të thoja, me lojtarë shumë të mirë, lojtarë që kanë luajtur edhe në Super League, lojtarë që kanë dalë prej të akademia vllaznia, lojtarë që kanë ardhur prej kategorive më lart. Megjithatë, edhe pse ka jo pak vështirësi në realizimin e objektivit, Drabeja thotë se akoma nuk është mbyllur asgjë dhe klubi futbollit Shiroka do të luftojë deri në fund për këtë objektiv. Vetë bjen morali se na priçim një fitore në fakt, po duke pa objektivat që fillim sezonit, na se mendoshim kur që mund të delshim vend tret, se na jena kriju për me dalë në vend parë. Matematikisht nuk është kriju alo asgjë, na shpresojmë punë të Zotit është ajo të ndodhet fati tjena. Shiroka ka 2 ndeshje, Partizani ka 3, se ka një të mbrapamjetën, na kena me Klosin edhe me Olimpikun në ndeshjet fundit. Ne jena të motivuar, shkojmë në radhë parë me respektu kampionatin, që jena stërvit deri te fillim sezonit, do të lozim për fitore, atëherë mëse ta shohim. Në pritje të ndeshjes së javës së 13 e parafundit për fazën e dytë të kampionatit, të cilën Shiroka do ta luajë në transfert me Klosin, tabelën e klasifikimit për grupin A e kryeson Football Eagle me 28 pikë, ndjekur nga Partizani B dhe Shiroka, përkatësisht me 26 dhe 22 pikë.